Artistja shqiptare me famë botërore Dua Lipa ka ndarë për herë të parë me ndjekësit fotografi nga dasma e saj madhështore me aktorin Callum Turner. Këngëtarja dhe partneri i saj i dha në fund beqarisë në një ceremoni intime në Londër përpara se të festonin dashurinë e tyre me një dasëm luksoze traditore në Sicili, e cila mlodhi pranë tyre familjar, miq të ngushtë dhe shumë emra të njohur. Deri më tani detajet e ceremonisë ishin mbajtur larg syrit të publikut, por Dua ka vendosur të zbulojë disa nga momentet më të bukura të kësaj ngjarjeje të veçantë. Në fotografitë e publikuara në rrjetet sociale, artistja shfaqet për herë të parë me vellon e bardhë, duke manitur fansat me elegancën dhe paraqitjen e saj. Në një sër imazhesh romantike, Dua dhe Callum Turner shihen duke pozuar pranë njëri tjetrit, duke shkëmbyer vështrime plot dashuri dhe momente të ëmbla para kamerës. Çifti dukej më i lumtur se kurrë, ndërsa fotografitë pasqyronin atmosferën magjike të festës së tyre. Për këtë ditë të veçantë, Dua kishte zgjedhur një fustan të bardhë elegant, i cili kishte disa detaje me gur dhe me shpinë të hapur. Me një paraqitje të kuruar deri në detaje, artistja rrezatonte bukuri dhe finesë, duke tërhequr me një herë vëmendjen e ndjekësve.